E mërkur 22 tetor ngriuni luftoni për vendin tuaj. Presidenti Trump ka pasur fitoren e radhës në gjykatën e apelit, që ka dhënë të drejtë të dërgojë trupat ushtarake në Portland në Oregon, pra ai nuk është si mbret. A ka të drejtë presidenti Trump që të përdori Insurrection Act? Ka. Në qoftë se ti kërkon të dëmtosh, të vrasësh forcët policore të emigracionit ICE, Trump ka të drejtë. Ka ndodhur në Chicago, një protestante me ngjyrë, me makinë, në mënyrë të vetëdijshme, ka dashur të vrasë një nga policët. Ka shkuar në gjykat, gjykatësia e ka liruar. Ndaj Trump ka të drejtë që të vendos rendin, dhe kjo i kthehet bumerang demokratëve, sepse çdo qytetar amerikan do të donte rend, sundim të ligjit. Por e majta ka një strategji të vjetër, dhe siç më thot fëmijë im, koroneli Franco, thot se historikisht e majta ka qenë bujare me ndihma të mëdha ekonomike me të ardhurit. Ka ndodhur me italianët, me polakët, me irlandezët, pra e ka këtë, siç është në Shqipëri, atë patronazhistët. Ndërkohë në Kalifornia, guvernatori i cili kërkon të jetë president për demokratët, ka firmosur një vendim që të marrin reparacione afrikan-amerikanët. Kalifornia nuk ka qenë shtet i skllavërisë. Kur është bashkuar Unionit, skllavëria ishte zhdukur. Pastaj, afrikan-amerikanë në Kaliforni janë vetëm 5.4%. Ndërsa të bardhët që do të paguajnë janë 42, janë minorancë. Si do të vendoset për 17% që janë multiracial? Është diçka që do të hapi problemet mëdha, sepse shumica të bardhëve në Kaliforni janë me origjinë nga Oklahoma, nuk kanë lidhje fare me kohën e skleverëve. Dhe aq më tepër që shumë afrikan-amerikanë që janë në Kaliforni kanë ardhur mbas luftës së parë botërore, mbas luftës së dytë botërore. Pra, kjo është diçka që do të dëmtoj. Kalifornia është shteti që ka $20 miliard deficit. Shteti ku çmimi i benzinës është më i shtrenjtë në Amerikë. Shteti ku qirat janë më të shtrenjta, pronat gjithashtu. Dhe ku ka 80% e afrikan-amerikanëve janë fëmijë që rriten me një prind, nuk njohin babain e tyre. Ky është problemi, ndaj dhe kanë shumë krime. Por në këtë betejë filozofish, duket që e majta nuk ka afron një platformë reale për të fituar. Njerëzit besojnë ato që duan të besojnë. Personalisht e kam kuptuar vonë dhe kam konsumuar shumë kohë, vite, për të bindur të pabindurit, nostalgjikët e Enverit. Është e turpshme që ne votojmë njerëz të tillë që na përfaqësojnë. E pat liderin global tek procesi i Berlinit në Londër, veshur si indian. Flet sikur është një lider që vjen i brymosur në Kazakistan, shet për takim parakalimin e mbretit me gjithë ftuarit, dhe del si mendimtar i madh, flet për çdo gjë, si bufon, si clown, fillon e servilozet me donin e madh, por nuk guxon të thot kryesoren, nuk mund të zgjidhet çështja e Ballkanit pa bashkimin e trojve shqiptare. Që nga mëkat, e vazhduesi Hoxhës. Po Gjermania, pse nuk u tërhoq kur nga bashkimi kombëtar? Ndaj sot do të sjell letrën që Jesse Helms i madh, senatori konservator real, i dërgonte presidentit konservator real Ronald Reagan. Këtë letër më ka thënë ambasador Baleta. Në vitin 83, senatori Helms i shkruante presidentit Reagan. Fatkeqësisht, por është e vërtet se rajoni i Ballkanit për dekada është keq kuptuar dhe ka marrë pak vëmendje nga ne. Historikisht, situata në Ballkan nuk ka qenë statike, shkruan Helms. Perandoria e vjetër ruse, si dhe regjimi sovjetik, gjithmonë kanë synuar bazë toksore kontrollin mes dhe në portet me ujëra të ngrohta. Ndaj pa habi, Bashkimi Sovjetik
ka vijuar të krijojë terren për destabilizimin e Ballkanit. Sovjetikët aktualisht duan të kenë kontroll fizik në vendet e Ballkanit, shkruan Helms. Ndalet te Kosova. Në Kosovë, shkruan ai, sovjetikën kanë ngritur një organizat Fronti i Kuq, financuar nga Moska dhe frymëzuar nga Tirana. Fronti i Kuq, shkruan Helms, ka orientim marksist-leninist, por manipulon ndjenjat anti-serbe. Fronti operon në komunitetet shqiptare në Belgjik, Gjermani Perëndimore, Zvicër, Turqi, Amerikë, Kanada dhe Australi. Incidentet e agjentëve komunist të kontrolluar nga Beogradi dhe regjimi i Tiranës janë rritur në numër në komunitetet shqiptare nëpër botë, veçanërisht në SBA dhe Jugosllavi. Helms ndalet te trazirat e vitit 1981. Ai shkruan, më 11 mars 81, pati një shkëndi në trazirat e Universitetit në Prishtinë. Shkëndia u dha nga një urdhër nga Byroja Politike në Tiranë. Ky urdhër ka mundësi të jetë dhënë pa dijenin e Hoxhës, shkruan Helms, por nga Mehmet Shehu, aso kohë kryeministër. Kemi dijeni se edhe përpara kësaj ka pasur përplasje mes Enver Hoxhës dhe Mehmet Shehut, lidhur me mundësinë që Shqipëria të bashkohej përsëri në ndikimin e Bashkimit Sovjetik. Kështu shkruan Helms. Ai ishte reale përplasja Hoxha-Shehu. Në arkivat në departament kam gjetur, në vitin 49, ambasadori amerikan në Paris njoftonte sekretarin e shtetit se kontrolli politik ushtrohet përmes regjimit të Hoxhës nga njeriu i Moskës Shehu, ministri i brendshëm dhe vazhdues zyrtar i Hoxhës. Sipas Helms, Shqipëria është vend komunist, më i lehtë nga të gjithë për të përmbysur regjimin. Ai kërkon ndihmë Reaganit, zoti president. Më 15 dhjetor të vitit të shkuar, unë shpreha shqetësimin tim në Senat për hapjen që lideri sovjetik Yuri Andropov i bëri Shqipërisë komuniste. Dua t'ju them se të njëjtin gjë po bën sot Pekini. Zoti president, në vend që ta lejojmë rajonin e Ballkanit të shpërthejë, si pasojë e manipulimit sovjetik, Perëndimi duhet të këshillohet më mirë të kërkojë një evolucion natyral në këtë zonë. Një evolucion duhet të mbështetet në parime të drejta që do të siguronin integritetin dhe sovranitetin e kombeve të ndryshme brenda kufive të tyre natyral etnografik. Një shembull për këtë evolucion, shkruan Helms, do të siguronte që shqiptarët e Kosovës të riintegroheshin me atë dheun mëm, Shqipërinë. Kjo duhet bërë me një Shqipëri jo komuniste dhe pro-perëndimore. Situata e sotme, shkruan Helms, është e padrejtë, sepse ndalon të drejtën për vetëvendosje kombëtare. Kur këto riaxhustime të ndodhin, mund të lindë një konfederat e kombeve të lira të Ballkanit. A nuk e duket sikur po flet për procesin e Berlinit, mini Schengenit? Unë kam qenë me fat që e kam takuar disa herë Helmsin e madh. Siç u thash, këtë letër ma ka dhënë ambasadori Baleta nga arkiva e Kongresit. Më bën përshtypje se aty Helmsi në këtë letër përshkruan dhe situatën e Shqipërisë burg. Ai shkruan Reaganit që ka 18 kampe për qëndrimi, 6 burgje politik dhe 4 batalionet punës me forcë. Më të egrat, shkruan Helms, janë burgjet politike, si burgu i Burrelit dhe burgu i Ballshit, më i madhi, me 6.000 të burgosur. Kampet e përqendrimit të mbyllura, si kampi i Spaçit, një miner Nikeli, ndërsa kampet në Fier dhe Ishëm janë kampe për punë me forcë, duke mohuar çdo kërkesë humane. Helms shkruan se në vitin 75, larg dëshpërimit, të burgosurit e Spaçit
morën në kontroll kampin, pasi vranë rojet dhe e mbajtën për 3 ditë. A i shkruan përfundimisht, u shtypën nga 2 kolona ushtarake, një e dërguar nga Tirana, një nga divizioni Veriut me komandë në Shkodër. Helmsi thot që të gjithë të burgosurit, 3500 vetë, u ekzekutuan. Kampi u rimbush nga mbështetësit e Beqir Ballukut, elemente pro-sovjetike në forcat ushtarake që u përjashtuan pas pushkatimit të Ballukut, ministri mbrojtjes. Pra duket që Washingtoni është informuar për spaqin, për revoltën, por Helms njofton se janë pushkatuar të gjithë burgosurit. Kaq mundësi informacioni ka pasur CIA. Nuk ishte e lehtë që të merrej informacion. Mund të kenë pasur spion edhe brenda bllokut. Dhe Helms është ndalur gjatë në kushtet e burgjeve, kampeve, për të bindur Reaganin se klika e Tiranës ka ngritur një burg të madh. Kur shtypet një popull, edhe pse ka elemente rebelimi, fatkeqësisht janë elemente pro-sovjetik. Burgjet e Hoxhës krijojnë ndikim të madh deri tek kreu i politikës jashtme të Senatit. Ai ka informacion të gjerë, të detajuar dhe i shkruan Reaganit. Kampet e përqendrimet të hapura si ai i Vlorës ose tjetrin Mamuras janë kryesisht bujqësore. Njerëzit detyrohen të raportojnë 3 herë në ditë te komisari tyre lokal. Batalionet e punës shkojnë aty ku i urdhërojnë të kryejnë punë të rënda ndërtimi. Pavarësisht nga komitetet e partisë dhe sistemi i spionëve, shkruan Helms, po manifestojnë akte rebelimi kundër regjimit. Edhe pse elementet pro-jugoslav janë eliminuar, disa element pro-sovjetik po ngrenë kokën. Ndjenja nacionaliste e fshehtë dhe e pakoordinuar është e fjetur, shkruan Helms, por tregon praninë e saj mbes akteve të sabotazhit. Ka pasur disa lëvizje pajtimi nga sovjetikët, haptas edhe fshetas, shkruan Helms. Lëvizja më e hapur është bërë vetë nga Andropov, raportuar nga Pravda në 29 nëntor 1982. Tani, më fal, ideja është që pse nuk u bashkua Hoxha me Moskën mbas kësaj uverture të Andropovit. Vallë kishte frikë se Moska do të rehabilitonte sheun, njeriun e saj, dhe nuk do të garantoje jeta familjes të tij. Ngelet enigmë e pashpjekueshme. Mbase përgjigja duhet kërkuar tek Nexhmia Hoxha dhe presionet që vinin nga Beogradi. Në lojë ishte Kosova. Hoxha, por dhe Alia nuk e donin Kosovën e ndarë nga Beogradi. Ndaj nuk afrohen me Moskën. Bashkimi Sovjetik kishte nxitur revoltat në Jugosllavi, duke kërkuar mbas shumë vitesh raportin e Jaltës, 50-50, 50-50. Jugoslavia kishte dalë nga raporti i Stalinit. Hoxha ka qenë i smur, nuk kalkulon të dot, edhe pse ftoi një gjerman të krahut djathtë, Strauss. Lëvizje, dyshimi dhe dëshpërimi. Thesari dhe arkivi i Hoxhës ishte dhe është në Vjenë. Austriakët me kohë kanë njoftuar Washingtonin se Hoxha donte të hapej nga Amerika, por Washingtoni nuk kishte besim tek klika e Hoxhës dhe kujtonin se ai bënte lojën e Moskës, edhe pse kishte dalë nga traktati i Varshavës. Pra, Xhezi Helms i Madh kërkon bashkimin e Kosovës me Shqipërinë, ja kërkon presidentit Reagan 1983, por jo me një Shqipëri komuniste. Rama, Indian Veshuri, Kazakistan folsi përpara Çalsit, ka dëshirë të lëpijet Çalsave. Në këtë radhë nuk është Charles McGonigal, është Charles i Londës, mbreti, në ato 8.9 sekonda, as nuk ka ndërmend të dalë nga vija e kryetarit partisë të tij, Hoxhës, i cili e ka shitur Kosovën që në fillim.
në arkivat e departamentit, do t'ja jap nesër, në takimin që ka pasur me përfaqësuesin Henderson, proteston që përse Shqipëria nuk hyn tek në San Francisco dhe përse ju nuk keni kundërshtuar, i thot amerikanëve, kërkesat e grekëve për Vorojepirin. Dhe amerikani ka dhënë një leksion duke thënë që ne nuk mund t'ja mohojmë që të flasin, si për shembull generali thot çfarë do të thojë ti nëse do të kërkoni ju të drejtën e Kosovës. Jo, i thot Hoxha, kjo nuk ka asnjë analogji, ne nuk e kërkojmë Kosovën nga Tito. Më shumë nesër në Fokus. Të uriturit e Manhattanit, verë, cigare edhe helm, kanë qenë dy darka të kryeministrit babëzitur shqiptar Rama me miliarderin e trembur shqiptare nga Kosova, Bexhet Pacolli në Manhattan. Kemi provë për takimin e parë të provuar në shtator të vitit 2024, por sipas burimeve, kur Rama ka ardhur në Manhattan tek dazma e vajzës Sorosit, ka pasur në agjendën e tij një darkë me Bexhet Pacollin. Natyrisht që janë pazare të hershme. Ajo që më bën përshtypje nga foto që kemi nga takimi i parë është se në tavolinë turez ka verë, ka bishta cigare, nuk lejohet në asnjë restorant në New York të mos është duhan cigare. Një zëvendësministër u pushua për këtë veprim, në mos gaboj. Përse Rama do t'i jepte të drejtën e koncesionit të aeroportit Vlorës Bexhet Pacollit? Rama nuk jep asgjë pa përfitime financiare. Të shumë të përfitimet janë të bishtave të Sorosit. Bexhet Pacolli ka aq pasuri sa nuk ka nevojë që të përfitoj nga Rama. Veçse në qoftë se nuk janë interesat të palëve të treta, të atyre që nuk i quajmë aleat strategjik, por armiq të kombit tonë. Ka dy arsye që mund të nisetimi. Ajo që ata thonë që Bexhet Pacolli duhet t'u ashiste aeroportin rusëve, shkatësonon shumë sigurinë kombëtare, por nga ana tjetër është që Balluku ka më shumë forcë se Rama aktualisht. Duke dashur të spostojnë Bexhet Pacollin dhe aksionet mbesin më së shumti te Balluku, pa diskutim ajo marzhi i gjobës Ramës nuk do të hiqej. Koncencioni është tërësisht i korruptuar. Njerëzit paguajnë për një aeroport inekzistent, paguajnë bileta edhe sikur nuk ka udhime, por Bexhet Pacolli nuk ka përse të hiqet si i viktimizuar, sepse e ndihmoi Ramën në fushatën elektorale në mënyrë turpshme. U bë dhe një fluturim. Kam pasur një bisedë dje me një aktor të madh të Shkodrës, Ymer Bala, i cili edhe pse 80 vjeçar është djaloshar dhe tha, zotëri, përse të mos bëhet me ato miliona dollar një hekurudh Tiranë-Shkodër e ku veriu të vinte për një orë në Tiranë, se fundit aeroporti i Tiranës e mbulon shumë mirë Vlorën e oligarkëve Mane and Company. Rama është i tulatur dhe në një pozicion që nuk di se ku është. Ndërkohë që Sazanin e Zvërnecin ja fal Kushnerit dhëndrit llastuar Trump, por që ende është me kontratë paraprake, duke shpresuar vizitën e madhe në Shtëpinë e Bardhë, nga ana tjetër krijoni den sikur rusët përmes Bexhet Pacollit do të marrin Vlorën. Kuçova është vetëm 20 kilometra larg, ku në ashton do të jetë një pit stop i avionëve të NATO-s vetëm për të furnizuar jo bazë reale. Nuk mund të shkojnë. Por
Rama bën pjesë të një grupim politik që shpirtin e kanë tek traktati i Varshavës, tek Moska, edhe pse kërkojnë të hiqen si aleat strategjik me Amerikën. Kudo në Shqipëri.